Prej 9 vitesh, Ergjys Agasi dhe Genc Mata drejtojnë rrjetin e kontrabandës në portin e Durrësit. Ai u emërua antar i Këshillit Drejtues me ndikimin e Agasit në shkelje të ligjit antimafia dhe për konfliktin e interesit. 11 herë i skeduar, i kapur në 2017 me 3 milion paketa cigare, por pa u proceduar kurrë. Në 2019 prokuroria Ankelejda Osmani e shpalli të pafajshëm bashkëpunëtorin e tij. Fillimisht po përmendim 4 fakte konkrete që lidhen me kontrabandën dhe trafikun e drogës brenda portit detar të Durrësit, të mbështetura dhe lejuara nga kupola drejtuese e portit. E para, më 17 nëntor 2017, Drejtoria e Hetimit Doganor dhe Drejtoria e Antikontrabandës kapën 5 kontejner me 3.080.000 paketa cigare të futura në portin e Durrësit nga kompania CMA CGM në pronësi të biznesmenit Genc Mata. E dyta, në muajin janar 2020, vetëm një muaj pasi Piero Vengu u emërua drejtori i portit të Durrësit, u rifreskua Këshilli Drejtues me urdhër të Edi Ramës, ku me ndikim të Ergjys Agasit u vendos antar kontrabandisti e trafikanti Genc Mata si përfaqësuesi i biznesit dhe vazhdon në këtë detyrë. Më datë 25 gusht 2023, presidenti i klub futboll Dinamo City, Adrian Bardhi, prezantoi 2 bashkëortakët e tij të rinj, Ergjys Agasi dhe Genc Mata. E katërta, më datë 22 dhjetor 2025, pamfleti botoi shkrimin Emrat, rrjeti mafios shtet privat që lejon aktivitetin kriminal nëpërmjet portit detar të Durrësit, ku publikoi prova dhe emrat e zyrtarëve që lejojnë, kryejnë dhe fshejnë kontrabandën dhe trafikun e drogës me kontejner e ngarkesa Rifugjo, ku 6 kompanit kryesore të këtij rrjeti janë të antarit të Këshillit Drejtues Genc Mata. Faktet vërtetojnë lidhjet dhe krijimin e rrjetit të kontrabandës dhe trafiqeve në portin e Durrësit, që jo rastësisht kanë si CEO mafiozin Genc Mata dhe në hije të birin Jon Mata. Fjet lidhëse të tyre prej 9 vitesh i ka patur dhe i ka Ergjys Agasi, i njohur si koordinatori i kryeministrit Edi Rama me bosët e grupeve kriminale, ndër kryesorët Genc Mata në portin e Durrësit, ndërsa lejimin e aktiviteteve kriminale e garanton të ish drejtori Piero Vengu, e tashmë pasardhësi Libur Naliu, po nëpërmjet kontrabandistit e trafikantit Genc Mata. Genc Mata u emërua antar i Këshillit Drejtues të portit të Durrësit në shkelje të ligjit antimafia, si person i kapur dhe hetuar 11 herë për aktivitete kriminale në vitet 2014-2025 dhe në shkelje të ligjit për konfliktin e interesit, sepse ushtron biznes brenda portit me 6 kompani të tij. Për çdo rast kontrabande e trafiqesh, Genc Mata është skeduar, kapur dhe ka qenë pjesë e dosjeve hetimore, por nuk është proceduar nga shërbëtorët e krimit në polici dhe prokurorinë e Durrësit, që kanë qëndruar gatitu para Edi Ramës dhe Ergjys Agasit, sepse e kanë ditur që Genc Mata nuk është trim që trafikon dhe kontrabandon i pavarur me rishfete në duart e policëve e doganierëve, por është CEO i linjës së kupolës qeveritare të kontrabandës dhe trafikut të drogës e trafiqeve të tjera të organizuara. Për trafikun e 3 milion paketave me cigare, policia dhe prokuroria e Durrësit proceduan e morën në hetim vetëm Turkun Semsetin Bajsal dhe Sinani Drizin e Vlorës, bashkëpunëtor të mafiozit Genc Mata në trafiqe, por edhe ata, më 8 shkurt 2019, u nxorën të pafajshëm nga prokuroria Ankelejda Osmani Gjengo, duke pushuar çështjen penale numër 2082, shpërblimi për të cilën, siç thuhet, përveç sheqeve në dorë, ishte edhe ndikimi në komisionet e 2 shkallëve të vettingut për të mos e përjashtuar nga drejtësia, edhe pas ankimit të ONM-s dhe komisionerit publik. Një linjë tjetër trafiku droge që ka krijuar Genc Mata me të birin Jon Mata brenda dhe jashtë portit detar Durrës është ajo me grupin Hysenaj të Xhevit e Ernik Hysenaj dhe turko-amerikanit Erol Karakash. Me qendër aktiviteti biznesi në ishëm të Shijakut, ata maskojnë aktivitetet kriminale pas biznesit të bimëve medicinale dhe import-eksportit të frutave nëpërmjet 3 kompanive të tyre, Alp Kalustian RE, Gjerdo e Bioorganic Fruits, përmes të cilave kanë marrë miliona lekë nga ZBR dhe qindra hektar tokë pyje falas dhe me qira simbolike. Do të flasim me fakte konkrete për aktivitetin e Genc Matës dhe të birit, me anije, jahte e skafe me licenca nga qeveria, të cilat i përdorin për trafik droge dhe mbikëqyrje rrugësh detare, gjatë trafikimeve e kontrabandës në bashkëpunim me shefat e autoritetit të regjistrit detar, policisë kufitare detare dhe portit të Durrësit, si dhe për dosjet e mbyllura nga drejtësia.